Do me thonë, po ta mendojmë atë skuadrën tonë që kemi atje, si emra, janë ku me këto që me partitë mëdhaja që shesin mend kot, se ta thash kena goxha. Po i marr që nga Vlora, është ai djali Kulluri, është ai Agalliu atje që është deputet Zbresin Fiera, është ajo zonja Çela atje, kemi një avokat në Luqe, shumë të mirë, në Elbasan është ky Serregji, Evaldi, në Pogradec është doktor Jauplari, kemi një avokat në Korçë, Vrenozin, në Durrës është Kthupi, është doktor Shkreli. Ja, Vrenozi, ai ka punë vetë, duke se bine kushëri, për kjo është një avokat i ri. Shuqi, në Shkodër kemi atje, në Tiranë, po jam unë, është Ekremi, është Epsen Elezi, është vetë ky Ali Bey, bashkë me ato. Do me thënë, kemi njerës që po të na veshin në tavolinë, sepse unë po them këto janë njerëz që kanë vite që investojnë në për media, në për janë prezent. Atje janë njerëz që kanë kalu, 4 janë deputeti aktualisht. Kanë kalu edhe të gjithë pothuajse nga një atje i kanë bërë ca vite në administratë publike që tregojnë që kanë dhe i përqasje me shtetin. Që janë një në punës. Kanë bo pjesë, po ka dhe një negativitet, se kanë qenë pjesë e asaj administrate, dhe kanë qenë deri në fund, dash për shumë për Ali Beja. Ali Beja është një burr shumë i dashur, ideali, se krahasu me mua. Është një në punës ekselent. Nuk e njoh nga afër, po. Po, është i ndershëm, është rregull, është ligji, thotë ai. Thotë është konstitucionalist i mirë, i ka të gjitha, se di nga e kanë këtë adversitet. Sepse kjo nuk buron se sa i zoti është Ali Beja apo jo. Po buron nga ideja që kjo s'është më me Berisha. Jo, nuk jam i asaj, nuk jam i atij kontingentit. Jo, më nuk po e them, po ku çdo mërti një pjesë se i kam dëgjuar. Jo se kanë bënë ai jo të mirë, kanë bënë atë që ikën nga Berisha, se Berisha është i kufon me vdekje politike. Po ne i atakojmë, po them, i bëjmë. Po jo më kush sot ato që rrinë pranë Berishës, jo për luftu Berisha. To janë njerëz. Unë mendoj që Berisha e ka kryer misionin e vet politik. Por unë ka vite që mendoj këtë punë, po gjithsesi ai kanë ndjekshit e vet. Po, do të kemë deri në varr. Ne jemi nga ato njerëz që kemi dalë. Më vete kemi dalë për të thënë që kjo punë nuk vazhdon më kështu shqiptar në Rum.